Sa shumë mësuam nga një person të cilët as emrin nuk ja njohim. Muhammed ibn Idris e Shafi. Jo, po flas për nënën e Imam Shafiut. Po, nëna e vet, po, është I gjithë ky fjalimi jot. Se në historinë islame në librat dihet, mirë po shumica e njerëzve nuk e dinë nënën, emrin nënës saj. Domethënë nëna, kjo sidomos shkon për motrat tona që ne ndjekin podcastin tonë, kupton. Shife. Ka insistuar me shkollu djalin, të cilin mbasaj ka qenë i njohur dhe është në këtë botën, po mirë, po për atë grua tash flasim 1000 vet më vonë 5.000 km, 6.000 km larg vendlindjet e saj, 2 veta në këtë rast unë dhe Hoxha. Sot për këtë javë e kum vendos të komentojmë disa thënie të Imam Shafiut, imamit të madh. Mashallah. Imam Shafiu Hoxh, a mos jam gabim apo ka qenë nga Gaza? Më origjinë, domethënë faktikisht nga Gaza, ka jetuar në Mekë, është rritur në Mekë. Nona vetë ka qenë për studime, do thotë edhe aty është rrit, edhe aty ka marrë diturinë. Po me origjinë nga Gaza, po nga Gaza e Sol. Problemi është tek familjet, tek prindërit që s'kan aspirata për fëmijët e vet dhe nuk gjejnë zgjidhje dhe module se si fëmijët e tyre të arrijnë suksese në shkollimin e tyre. Ky problem është tash çdo ditë edhe më aktual, edhe më i madh, edhe më i rëndë. Imam Shafiu rahimullahu taala, nona e vet ka qenë ajo që ka insistuar që djali vet me u shkollu dhe ka marrë ka qenë në Mekë. Prej Gaza. Prej Gaza, po. Pa më do të prej Gaza në Mekë do të janë 1000 kilometra. Sot është vështirë me u thu, jo në atë kohë. Por dëshira për dituri do të thonë më e madhe se dëshira për komoditet. Edhe ajo që na kemi thonë vazhdimisht edhe përsërisim, sa kujdesin prindërit tanë për temperaturën e fëmijëve dhe pa gjumrin gjithë natën derisa t'ia stabilizojnë temperaturën, sepse rreziku është i madh, ka mundësi me lënë pasoja, ose kur e kanë ndaj grip apo influencë, domethënë infektim, sa i rim gati të qyna për spitale dhe laboratore për me bo pasurinë e gjakut, ma shumë se kjo na do të më kujdes për shëndetin psiqik, intelektual dhe moral të fëmijëve tonë. Ne kujdesimi për 2 segmente të rëndësishme, pjesa shëndetësore fizike dhe pjesa e ushqimit, dhe më thot edhe veshmbathjes. Këto janë të rëndësishme për ekzistencë biologjike të fëmijëve tonë. Po më rëndësishme se kjo është, dhe thot, ushqimi mental i tyre edhe ushqimi moral i tyre. Çfarë vlera morale ata, me çfarë vlera morale ushqehen dhe me çfarë vlera intelektuale ushqehen. E këtu fatkeqësisht shumica e familjeve, besimtar dhe jo besimtar çelojnë. Andaj na shikojmë me sjell për shembull orëndi shtëpiake, anviset të na, kujdesen që të jetë shtëpia dekoruar bukur, domethënë orëndi shtëpiake, kanapet ku rrim na, do thot perdet e shtëpiave tona, qoshet se si janë dekoruar, kësa i japin rëndësi. Ama fëmia, do thot, çfarë kulture, çfarë zhvillimi intelektual, ajo është sekondare, me shumë mirë, po se bone s'ka gole. Prindi për shembull kujdeset për famën e fëmijës vet, kuptimin e mu marr me sport, aspekti i zhvillimit shëndetësor ti, domethënë këtë aspekt i investojnë me futboll, me basketbol, me sporte marciale, me skim, tani kemi familje shqiptare në perëndim me tenis, edhe investojnë paret më me për mi dhënë famë. Edhe kjo normalisht është në rregull, mirë por nuk është prioritet. Prioriteti jonë do të qenë në zhvillimin intelektual të fëmijëve tonë, edhe normalisht zhvillimin moral. Sepse sulmet që i ka bota në përgjithësi dhe fëmijët e tonë tani dhe në të ardhmen kanë qenë sulme botë kuptimore, konceptuale, filozofike, edhe dyta do të thotë sulme në vlerat morale. Sikur se na gjithë e dim, neoliberalizmi i prek, do thotë, të gjitha vlerat tradicionale konservatore. Edhe mundohet në postmodernizëm si etapë e zhvillimit historik me zhvesh njeriu për të gjitha vlerave morale konservative tradicionale, që me qenë i lehtë faktikisht në sulmet që i bëjnë ata pastaj kësaj mase rinore, sepse rezultati i modernizmit tek ata dhe zbeha vlera morale e ka zvoglu numrin e fëmijëve. Dhe normalisht ata nuk kanë ku bëjnë eksperimente. Shoqëritë tradicionale konservatore ata kanë alo fëmijë. Alo kanë të ri. Edhe andaj ata nëse e shohim qartë dhe mirë, ata sulmojnë vendet ku ka vlera tradicionale konservative. Edhe aty imponojnë rregullat e veta. Pse aty ka lëndë për përpunim, se perëndim s'ka met, s'ka fëmijë edhe të ri që duhet me përpunu. Ama te na ka,
edhe duke pas parasysh se alo vlerat konservative dominojnë në familjet tona, që e quajnë ata patriarkalizëm, me qëllim domethënë të nënshmimit faktikisht të këtyre vlerave që me to ndërtohen familjet tona, ata i shohin si objektiv e arsyeshme dhe mundohen ligjet e veta me imponu dhunshëm, do thot ligje që duhet mi kalu patjetër parlamentet tona dhe qeveritë tona, dhe në momentin që nuk i kalon i privojnë prej aspiratave, do thot integruese që i kanë në asociacione ndërkombëtare, qoftë EU-ja, qoftë ajo domethënë fondet e ndryshme që jep EU-ja apo banka botnore ose banka fondi monetar, edhe në këtë formë ata ta imponojnë agjendën e vet që faktikisht rinia jonë të smuret në aspektin e vlerave intelektuale dhe në aspektin e vlerave morale. Shumica e familjarëve nuk kujdesen që të japin sistem imuniteti atyre në vlerat intelektuale dhe ato morale, sa kujdesen për shembull për aspektin shëndetësor fizik edhe aspektin do thot e mirëqenjes fizike gjithashtu, domthonë biologjike. Këto nëse ne punojmë me fëmijët tonë mund me nxjerr fëmijë të suksesshëm, nëse na nuk punojmë si prind, atë nuk i çka pret domethënë prej fëmijës tanë, sepse fëmijët zakonisht dojnë të lozin, dojnë të argëtohen, të frehen. Nuk mundesh me gjetë fëmijë i cili e don seriozitetin. Shumica e fëmijëve domethënë e dojnë dëfrimin, argëtimin. Po ti si prind mundesh me menaxhu gatishmërinë e fëmijës për të memorizuar gjëra, i organizon ditën, kohën, normalisht nuk janë ndalon edhe dëfrimin të rësisht. Po i jep hapësirë dëfrimi, por ja menaxhon që edhe koha e mësimit, edhe studimit, edhe memorizimit të jetë e mjaftueshme që ai të merr dije dhe normalisht pastaj të fillon ta shijon atë dije, të pasionot pasaj dhe ta shfrytëzon nesër për shërbim të familjes, vendit, popullit, shtetit e kështu me radhë. Sa shumë mësuam nga një person të cilët as emri nuk janë njohim. Muhammed ibn Idris e Shafi. Jo, po flas për nënën e Imam Shafiut. Po, nëna e vet, po, është I gjithë ky fjalimi jot. Si në historinë islame në librat dihet, mirë po shumica e njerëzve nuk e dinë emrin nënës saj. Domethënë nëna, kjo sidomos shkon për motrat tona që ne ndjekin podcastin tonë, kupton. Shife, ka insistuar me shkollu djalin, të cilin mbasaj ka qenë i njohur dhe është në këtë botën, po mirë po për atë grua tash flasim 1000 vet më vonë 5.000 km, 6.000 km larg vendlindjes e saj, dy veta në këtë rast unë dhe Hoxha. Do të thotë shumë parametre. Para anonimiteti i saj është më rëndësi, ajo shpërblimin e merr te Zoti. Edhe normalisht na sot për shembull themi Allahu e gëzoft me xhenet sepse me të vërtetë ka investuar në investim të saktë. Është mësim për nonat, do thotë që ato duhet të merren me edukimin e fëmijëve shumë më shumë se sa pjesët tjera teknike që merren me to. Me shkollu. Po, me shkollimin edhe edukimin e tyre. E treta do thotë shpesh edhe kushtet ekonomike mund të kenë pengesë e madhe. Po nuk duhesh mund dal. Me ato kushte që ki, kujdesu për shkollimin edhe arsimimin edhe edukimin e fëmijës tan. Sepse zakonisht fëmijët e suksesshëm në aspektin e shkollimit janë për familje të varfëra. Nuk di ndonjë rast që për një familje të pasur ka dalë një student i suksesshëm. Edhe andaj nuk duhesh me u nal, faktikisht duhesh vazhdimisht me dhon maksimumin tan në këtë aspekt. Edhe e katërt do thotë sakrifica është e domosdoshme në të gjitha segmentet e jetës, se ajo non pas sakrifikuar domethënë me çu fëmijën e vet pin gazan me kë nuk do ishte bota. Është shembull edhe sot shkollimet jashtë që bëhen shpesh edhe për shembull ka prindër që thonë pse se çon filan shtetin me shkollu fëmijën tan se ki mundsi, thotë smuj me ty pas fëmijën larg, domosë ne duroj mungesën e fëmijës. Vazhdimit. Po. Edhe mu personalisht më ka ndodhur që 3 fëmijë i kem gurbet në shkollim. Edhe shumë veta më kanë thonë hoxhallar, shok, koleg, si e duroni domosë ti keni 3 fëmijë jashtë. 2 vajzat dhe djalin apo? Po. Edhe fakti është për shembull për neve si burra është pak më e lehta, më për nonat është shumë e rëndë. Mërzi, po. Momentin që fëmijët udhtojnë domethënë udhtimin e shkollimit, megjithëse sot kushtet teknologjike janë të lehta, komunikimi është i rregullt i vazhdueshëm, po përsëri mungesa në shtëpi, domethënë nonat legjur. Është e pakapërcishme, domethënë është momenti kur i përshëndet fëmijët me shkon në shkollime, nuk ka non që ngelet domethënë pa u mërzit. S'ka shansa. Po parulla që e kemi ndërtuar në jetën tonë është një aspekt i parimit. Faktikisht se ne do të më investojmë në shkollimin e fëmijëve tonë.
ne kemi obligim me I orientu ata në shkollimin e tyre. Sepse ata janë të ri, mund me kuptu vlerën e diturisë dhe arsimimit, por normalisht I ngreh edhe pjesa e dëfrimit të argëtimit. E normalisht tjetër do të jetë dëfrimi argëtimi I tyre me shokët edhe shoqja që kanë këto, që nga fëmëria, edhe tjetër në ambientet e reja ku ata gjithsesi kanë me gjetë edhe shokë dhe shoqet të reja. Por na të vetëdijshëm se sot ajo që investohet në shkollimin e tyre është ajo që I bën dobi atyre në të ardhmen. Edhe na duhet me shtyj ata në proceset e dobishme për ta dhe për na dhe për gjithë shoqërinë në përgjithësi. Dhe kjo neve na ndihmon për me përballat mërzi, edhe shqetësim bilem një hoxhallarëve shpesh po thotë një djalë ki, edhe në shkollë mes ma është jashtë. E tani në fakultet. Nuk është lehtë gjithsesi, por është e mirë për gjithë, domethënë. Për mu, për atë, piqet me kohë, faktikisht adaptohet në ambientet vështira të jeton, normalisht I mundësohet me gjetë miqësi të reja, kultura të reja, mentalitetet të reja. Këtë është përvojë e jetës që ai do thotë tani me përfundimin e fakultetit, përveç domethënë fakultetit, si më thon, formal, ai e kryen edhe 1, 2, 3 fakultete tjera jo formale në komunikim me Gjë që po shihet për Abdulrahmanin. Ato Allah e ban të hajrit inshallah, se jeta është e gjatë hala është I ri, ai si dihet se sa dia shohim hajrin atij inshallah. Allah e rrit inshallah.